7 kat, krej lagjet 7 kat? Jo, do t'jetë me zona. Mas ne a i rëzani ju kur ta thojnë ekspertat vetën? Nëse ata thojnë për mirëzua, Po. nuk besoj në Bjeshtë Unikit që ka ndonjë villë që bjen kundërshtim me normën e natyrës. Zbjen. Në Bjeshtët Unikit jo. Ka qenë plani zhvillimor komunal i hartuar në 2008-ën, 7-ën e përfundoni 8-ën, që ka marrë në dorëzim kryetari që ka shtruar funksionin e vet 12 vite, ka përcaktuar nivelet e etazhitetit të gjitha. Por me një vendim të kuvendit, në kohën e tij është bërë ngritja në P+7 në qendër. Kemi vendim, është vendim i kuvendit komunal. Sa i përket Bjeshkës, ne do të bëjmë planet e hollësishme me eksperta të fushave të ndërtimit dhe turizmit. Nuk mund të nisim asnjë objekt pa pas planet e hollësishme për Bjeshkën. Edhe çka do të lejoni në Bjeshkë? Më kallëzoni për vizionin e juaj. Çka do të lejoni me u ndërtu në Bjeshkë? Bjeshkën e menaxhon Parki Nacional i Bjeshkëve të Nemre. Komunat nuk kanë kompetenca as pak sa i përket. E pse po bëni horizonale pra? Hartën sepse kemi fut planin në hapësinor të Bjeshkëve të Unikit, e kemi fut në PZK, planin zhvillimor komunal. Po. Dhe tashti na duhet me bëm që me bëm edhe komuna tjera, edhe me bashkëpunu me Ministrinë e Linjës në këtë drejtim që ai plan me u miratu, po me qetë diskutim të mbrëmshëm dhe publik, pastaj me fillim. Mirë, po ai vyn leje atyne që ndërtojnë në Bjeshkë. Sigurisht si Për juve ai vyn, për komunës Unikut. Ligji i planit hapësinor lejen investitor, vjen e bën një projekt, e dorëzon në komunë, neve pastaj e dorëzojmë. Komuna i përgjigjet. Ne Ministrinë e Linjës që është. Ata bojnë miratimin. Mirë, po ju e lëshoni leje. Kështu është rregulluar me ligjin për planin hapësinor. Ju e lëshoni leje fillestare? Jo. Hiç. Asnjë leje komuna nuk ka lëshu, sa e mune, as që kom drejt me lëshu. Okej, do me thonë, a do të vazhdoni planin zhvillimor, qa i fundit që është, ku lejohet P+7 deri në 7 kat, 8 kat ndërtimi? A do të ndroni? Jo, na do shqyqojmë, nuk është qëllimi me ndërru e me bo damet maja, po do të shqyqojmë mundësit që plani hollësishëm me eksperta, me diskutime publike, me qytetarë, me komunitet. Po, veç vizioni politik po më interesoni juji. Para se me hi eksperta, dejnë sa katë do të lejonin qendër të Unikut më ndërtu? Që nuk mund të thamë unë dejnë sa, ata duhet me dho fjallën, në fund të marim vendimin na. Qysh ata mujnë më lobu për i ndërtuzve? Jo, nuk mundën se, nuk lejojmë as në ato punë me leju. Nëse nuk lejoni, caktoj që tash sa është maksimumi? Nuk mund, tash një maksimum me kemë qendër P+7. Qatë, s'kemi më shku ma tutje? Jo, mërë qëfar ajo, tepër është edhe ajo, po duhet me respektu vendimin e konvendit, u kry. Jo. Munën edhe me 5 me bo. Unë po thëmë... Se ju i keni asamblisat, ju e vëtoni. E kemi një vendim i cili është në fuqi i konvendit komunal, e ka përcaktuar të agitetin në qendër, të ngushtë të gorë. Do të amani qatë plan? Duhet me mbajt ata, se ka leje, ka gjithaj ka... Jo, s'duhet, murën i me ndru. To varet për vizionit politik. Me ndrimi i planit do të bëhet, pa do të preket, nuk e di be eksperta do shqyqohet. A nuk e dini. Jetë mirë, a din ti, a do të preket? Atëra është e vërtet që fillimisht kanë qenë të lejuar etajitet deri në 3 kat, pastaj është ndryshuar kjo dhe kjo ka shkuar në P+7, është e vërtet, kjo qëndron, dhe ne natyrisht nuk mund të bëhemi për dikën nënë, dikën njërë, prandaj për qendër nuk maksimumi që do lejohet është 8 kat ose P+7, përdhesa dhe 7 katet të tjera. Për Bjeshkët e Nemruna, kjo është rregulluar qartë me infrastrukturën dhe legjislacionin fuqitë Republikës së Kosovës. E kemi ligjin për parkun kombëtar Bjeshkët e Nemruna miratuar vitin 2013. Apo respektohet ai ligj? Për këtë, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka evidentuar që nuk ka respektim dhe ka evidentuar dhe ndërtimet ilegale atje në ortofotën e vitit 2013. Edhe i ka rëzu? Jo, nuk i ka rëzu. Nuk i ka rëzu, po për këtë nuk është kompetencë e komunës ekskluzivisht. Pra është plani hapësinor i miratuar në 2023 me 65 vota për në Kuvendin e Republikës së Kosovës, i cili duhet të respektohet në plotëni dhe për këtë do bashkëpunojmë ngushtë me drejtorinë e parkut, me ministrinë dhe me të gjitha institucionet tjera relevante. A do të rëzoni ju ndërtimet ilegale? Nuk mund në mërzone se nuk jam kompetent. Kjo duhet jetë e qartë. Po do bashkëpunoj me gjitha... Mundet me vendim gjykata apo ajo bëhet. Me vendim gjykata. Se shpejtim Bulliqin po dujev të... Po evidentimin e rrasë... Liqeni ja u ka rrëzu. Bulliqi ja u ka rrëzu. Po nuk besoj se ka arrit me rrëzu po një vendim gjykatave. Pra ka infrastrukturë qartë ligjore se si bëhet kjo. Ka rrëzu, mas ne i ka thonë, meru ti me gjykata i ka thonë palve. Po atër rrezikojmë të shkojmë pa dinga palet. Sepse roli inspektoratit është mos me lanë dërtimi Unë jam për mbrojtjet ligjit. Unë jam për mbrojtjet ligjit në plotëni dhe për këta do bashkëpunoj ngushtë me gjitha institucionet relevante.
Mirë. Kallëzon aty në cila lagje kemi lënë me ndërtu, Po deri në 7 kat nëse si bosh që tha, ky plan e rregullon pra në qendër këto dhe aty do lejohet dhe në 8 kate dhe problemi i unikut është edhe se është një pjesë e madhe e qytetit në zonën ne, pra duhet një ridefinim mendoj zonave edhe për të ruajtur edhe trashëgimin kulturore historike e cila na bën krenar dhe për të cilin burremi para turistëve dhe vizitorëve që vinë në unik, pra do ketë bashkëpunim të ngushtë me ekspert për këtë çështje. Faleminderit, Agronkujshi, plani juaj për zhvillimin urban. Për deni të opinionit të qytetarëve, ne planin zhvillimor komunal 2010-2012 në bashkëpunim me Unë Habitatin dhe Departamentin për planifikim në hapësinore kemi përfundu. Në vitin 2018 kemi fillu e kemi kry plotësim ndryshimin sepse ka qenë kërkesë e ministrisë së lartëcekur dhe kemi bërë gjitha dëgjimet publike, kemi dëgjimet publike me qytetarë, e kemi prezentu ndryshimet në Kuvendin komunal dhe e kemi dërgu në vitin 2021 e kemi dërgu në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor dhe për arsye të panjohura deri tani nuk është kthy. Përkundrazi, kryetari Shehu e ka nisë një plan 3 zhvillimor krejt të vetin. Dhe më thonë është për çudi. Ndërkaq, fokusi janë do të jetë natyrisht gjithsesi përfundimi i këtij dokumenti të rëndësishëm strategjik dhe fokusimi te hartat zonale, duke përfshi planin për mobilitet, pastaj planin për menaxhim të hapësirave publike, si dhe planin për ekoturizëm. Sa i përket çështjes Sa kat, doni me leju. E kemi pa të arsyeshme atëherë dhe prapë qëndroj që në bazë të kërkesave dhe qytetarëve, po dhe mendimin e ekspertëve që do ta marrin patjetër, që do ta rishiqojmë se cili do të jetë një qëndrim, do të jetë një qëndrim i përbashkët në këshilla me qytetar, me ekspert, do thotë që mos ketë pa kënaqësi, po të jetë i pranueshëm, pra të ketë një konsensus të përgjithshëm. Po, veç vizioni juaj po na intereson. Një është mendimi i ekspertëve, 2 është vizioni juaj. Po, unë jam për Membetaj. Që ky? Po plus 7. Po, patjetër. 7 kat, krej lagjet 7 kat? Jo, do të jetë me zona. Mirë, hajde, cilën zonë sa? Zonën e parë do të jetë 7 kat, zona tjera unë mendoj që edhe nuk ka kërkesa. Sa? S'ka kërkesa, do të jetë 5. Eventualisht, kështu që nuk ka kërkesa. Ndërtimet ilegale që janë bu pa leje në për Bjeshka, do t'i rëzëni? Shiqo, aty ka kompetencë ligjore Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Kur të thehet ligji, edhe vazhdohet më ndërtu. Ne atëherë, ne kemi kërku, sepse ne kemi kërku që edhe fshati Gjocaj, edhe fshati Jasiq, me qenë se gjenden në Parku Nacional, t'ju jepet e drejta komunës që t'ju japin leje për ndërtim. Gjithashtu kemi kërku që të gjitha stanishat si quajmë ne, cilat qytetarët e Unikut për qindra vite kanë dalë aty gjatë verës, që të ju krijohet e drejta e qëndrimit, e drejta e ndërtimit atyre staneve bujtinave. A ka ndodhë, masi që keni kërku? Nuk ka pas lëvizje, për fatkeq Ministria nëse nuk ka lëvizje, roli i inspektoratit komunës o më shku me erëzu. Roli komunës së Unikut do t'jetë evidentimi, verifikimi, matjet geodezike dhe çdo gjë që është në kompetencën e komunës edhe të inspektoriatit. Po kompetencë është edhe me erëzu, juve që asë për ju pëlqen. Për rrëzimin e tyre janë kompetentë gjykatat, kështu që nuk është kompetencë e komunës. Urdhënar është replik? Se pari, në zonat që në të treta, në planin hapësinorik, neve kemi dho kontributin 3-4 komunat që kemi qenë. Peja, Deçani, Uniku dhe Istoki, kemi marrë pjesë, kemi dho kontributin që zonat e treta të lejohen t'jenë të përcaktuara për ndërtimin e bujtina o këtë adjone. Po veç që ka ngut kërkosh që ka ngut. Tash rregullua jo, tash duhet me i bo planet rregulluese të hollësishme atje. Mi bazën e këtyne planeve që do të miratohen nga ministria, në bashkëpunim me ministrinë. E ju po menojnë që në ato plane legalizohen krej ndërtimi ilegala? Jo, ilegal nuk rregullon, nëse te kalon ata kanë me thonë ekspertat dhe organet e rendit. Po, mas ne a i rëzani ju kur ta thojnë ekspertat vetën? Nëse ata thojnë për mirëzua, nuk besojnë e Bjeshti Unikit që ka ndonjë villë që bjen kundërshtim me normen e natyrës. Zbjen? Në Bjeshtit Unikit jo. Ka ndërtime, ka një katëshe dhe 2 katëshe bujtina, por ato mund jenë me gorëm natural, por unë besoj se
nuk ka me pas rast. Ju pedini që krejt janë me gur natural? Naturalen shumit krejt, në shmunat që pas informatave që ko marrë nga vëzhgusit që bojnë monitorimin, shumica janë.